qenë me origjinë nga qyteti i Kumanovës dhe i lindur në shtetin Austrisë, sigurisht se aspekti identitar ka qenë dileme konsiderueshme për lavdrimin. Kjo vije në shprehje më së shumti në çështjen e përfaqësimit. Dëshira e lavdrimit është që në të ardhmen si senior të përfaqësoj denjësisht shtetin nam Shqipërinë. Këtë e shpreh me krenari të madhe. Lidhja emocionale me Shqipërinë dhe çështjen kombëtare e lavdrimit i vije natyrshëm. Ai është biri i luftëtarit të ushtrisë lirimtare kombëtare në konfliktin e Maqedonisë në vitin 2001, Miraxh Rexhepi. Për këtë arsye dhe pse i rritur në Austri, lavdrimi krenohet me traditat, historinë dhe lavdinë shqiptare, si dhe dëgjon me ëndjet dhe këngët patriotike me motive nga sfidat e popullit shqiptar dhe heroizmat e luftëtarëve për liri. Lavdrimi është tejet i lidhur edhe me vendin e tij të origjinës. Për këtë arsye, sapo arrin pushimet vjetore, destinacioni i tij është Kumanova, ku qëndron me kënaqësi dhe viziton familjarët e shumt. Ai do gjithçka në lidhje me këtë qytet, njerëzit, rrethin e tij familjar, por edhe angazhimet sportive që mbahen atje, ku bashkëpunon me trajnerin Bexhet Shemsiu. Kam qef shpesh me shku, ser që kam pushim, shkojmë pushime edhe i bëjmë Kumanov. Jena mësum për fëmijës me për babit edhe nanit me dhe shku në Kumanov, në pushime. Edhe po, e du Kumanovën, a vedin, jam miljes shumë, i du njerëzit, edhe familjen poshtë që i kam. Po, edhe në Kumanov i kam ushtrimet me Bexhet Shemsion, ushtroja gje, është shumë trajner i mirë, dhe ser kur t'jam pushim, është për mu edhe e gjenë kohën për me më ushtru.